Ue, pa besushme. Edi Rama e ka lëshuar një kakërdhi sot, se si kakërdhi, po si ka mundësi që mund të gënjej, të mashtroj një kryeministër, një kryetar partie, njëri që është në pushtet në krye të qeverisë prej 14 vjetësh në mënyrë kaq të paskrupull, kaq të ullët dhe kaq të fëlliqur. Ka postuar sot Edi Rama një video që tregon se si ka ndodhur ngjarjet me mua. Për turpin e madh shkruan dhe me shkronja të mëdha. Shikoni pak si shkruan te teksti i postimit të tij. Shikoni pak shkrimin me shkronja kapitale. Ja që për fat të mirë ka dhe një video tjetër e cila tregon krejt të kundërt. Kjo është video ime, qa video tjetër? Po shikoni pak video më ta kuptoni. Ja, shikoni pak, edhe më ignoranti internetit dhe kuptonte që zëri është nga celulari im, kam celulari në dorë, kuptohet zëri dhe këtu tani celulari shkonte qeske fiqve. Shikoni pak celularin si shkonte te qeske fiqve kur me idhen bodyguardët dhe ma rëmbej nga dora. Ma rëmbej nga dora dhe japin Edi Ramës. Shikoni dhe njerë. Ja, celularit si mund t'jetë një personi tretë. Shikoni qa gënjesht, si mund t'je ja celulari. Se personi tretë do i idhni në qeskën e fiqve. Çdo donte personi tretë fuse celularin te qeska e fiqve të mi. O mashtrus ordiner. E pra, e pat se si shkruan një video tjetër. Ajo është video e celularit tim, nuk është video e një personi tjetër. Dhe nëse shikoni këtë video tjetër, këtë video do e kuptoni që ajo është bërë nga celulari im në dorë. E ke prerë një pjesë të vogël, nuk e ke lënë të gjithë dhe e poston dhe thua fatmirësisht sikur është një person tjetër. Përtej atyre të tjerave që thua. Revolta ime vinte nga që sot gjithë makinat e fshatit morën gjob e shko si zgërdhijet, shko qa zgërdhitje dhe zonja. Nuk mund ta imagjinoj, domethënë një person i ullët, një person i përshtirë mund të arri deri në këtë pikë. Nuk e besoja kur që kryeministri do arrinte në këtë pikë. Por është mësuar me gënjeshtra, është mësuar me bullizime, është mësuar me ofendime. Asnjë fjalë ofendimi, asnjë fjalë bullizuse.